Gazetari Artan Hoxha njihet si i drejt për drejt në deklaratat që bën dhe prej shumë vitesh ka zbuluar skandale që kanë tronditur themelet e drejtësisë. Por së fundmi, gazetari gjendet në një pozicion të vështirë, sepse është prekur te djali i tij. Pika e tij e dobët dhe fort njëkohësisht. Djali i gazetarit është vënë në pranga teksa shkonte për në punë dhe në xhep kishte vetëm 10.000 lekë. I papërgatitur për atë që e priste, ai u arrestua nga policia shqiptare për llogari të policisë së Kosovës, sepse ndaj tij rëndon një akuzë rënd nga prokuroria e Kosovës. Gazetari ka folur për arrestimin e të birit dhe frikën më të madhe që ka. Ai u shpreh: "Ka disa ditë që më kanë arrestuar tim bir dhe unë ende nuk kam parë asnjë dokument ose vendim zyrtar. Është e çuditshme se si mund të akuzohet një fëmijë për pjesëmarrje në grup të strukturuar kriminal. Kam frikë se po më bëhet padrejtësi. Kur i kam kërkuar dokumentet policisë së Kosovës, më thanë se dokumentet do t'i përcillen autoriteteve shqiptare." Hoxha po ashtu deklaroi se në momentin e arrestimit, djali i tij ishte duke shkuar për në punë sepse ai punon si laborant dentar. Në xhepin bir kishte vetëm 10.000 lekë. Bashkë me të u arrestua edhe një shofer ambulance. Jam plotësisht i paqartë për atë që ka ndodhur dhe mënyrën se si ma ka ndaluar djalin. Ajo që më shqetëson më shumë është fakti se në kohën që janë ngritur akuzat për tim bir, ai ka qenë vetëm 13 vjeç dhe kjo nuk ka logjik. Sipas policisë, akuzat për tim bir ngrihen para shumë vitesh, kur ai ka qenë vetëm 13 vjeç dhe kjo është absurde. Nga ana tjetër, gazetari hodhi dyshime edhe për trajtimin e të birit, duke thënë se nuk i lejohet as kontakti më minimal me të dhe se ka frikë për sigurinë e djalit të tij. Djali i gazetarit Artan Hoxha pritet për t'u ekstraduar drejt Kosovës.